Në ditën e dytë të aksionit për lirimin e hapësirave publike në lagjen Tre Heronj në Shkodër, banorët e kanë mbështetur aksionin, duke cilësuar si një veprim të domosdoshëm për komunitetin. Ata shprehen se për vite me radhë ishin përballur me zaptimin e çdo hapësire të lirë, çka ua kishte bërë të vështirë jetesën e përditshme dhe I kishte privuar nga ambientet e përbashkëta. Jo, prit zotit. Na kanë dhënë frymën. Shqip. Po djali e me kanë një aty, I them hajdini edhe heqim. Na kanë dhënë komplet na s'kene kallosim as me makina. Nuk kene kallosim. Ja losit mallim zot. Ishe dosh me e ba me kokë. I lëlisht, gjeri të avarin, pini kafe, pensionisti. Mi ka nevoj me shku në prekluge. E pan vetë një të e pin. Duket ma mirë një shtu se si ka kënë. Dhe të në balkoni se këta toka, këta kofte janë krejt kanë këtë. Kanë bloku ajrin e kanë bloku venin. Me ndërgjegje, duhet hapësira publike. Ku me parkuar, ku me lëvize, fëmija, lulishte, qëtësia. Këta rreziqet si kanë para minuhis që as ambulancën, as gjarfiksin, po blokove diçka dihet si do pasohet mrapa. Aksioni për lirimin e hapësirave publike po zhvillohet çdo ditë në zona të ndryshme të qytetit të Shkodrës. Bëhet me dije se deri më tani janë çliruar 6 blloqe pallatesh.